Ndërruar vëllezër dhe motra, çdo njëri nga ne duhet të reflektoj me ikjen e një dite, me ikjen e një sekonde, me ikjen e një minuti, me ikjen e jetës tij. Dhe duhet lej gjurmët e tij. Duhet lej gjurmët e tij në historinë e vet. Por edhe në fletorën e vet. Se këtu është më e rëndësishme. Çdo njëri prej nesh, sidomos që nga koha që ka hyrë në bulug, janë hap defteret. Dhe ti për çdo ditë në të shënon. Ka nga ne që shënojnë veprat mira, ka nga ne që shënojnë veprat këqija, ka nga ne që shënojnë përzira, ka nga ne ato cilët kanë më shumë të mirë se sa të këqija, ka nga ne nga ato cilët kanë më shumë të këqija se sa të mira. E lutim Allahun Azza wa Jall që të na drejtojë, të na udhëzojë gjithë dhe të na bëjë nga ato cilët ju shënohen më shumë veprat mira, po gjithashtu edhe nga ato veprat cilët ne i kemi nxirr dhe i kemi bërë të kundërtën me ato cilët na ka urdhëruar Allahu, na i kthej nga të këqija në të mira dhe të na shpërbëj për të. Prandaj, çdo njeri prej nesh, ashtu siç llogarit punë të tij të lekut gjatë ditës, që kam fituar kaq, kam ngel kaq, kam harxuar kaq, a do të përcjellen deri në fund të muajit. Kur të shtrihet në darkë, ti llogarisë edhe veprat e vet që ka bëu të mira apo të këqija, dhe ti balancoj kush janë më shumë të mirat apo të këqijat, dhe të reflektoj ditën tjetër, apo vitin tjetër,